Bashkia e Bulqizës nuk ka gjetur ende një zgjidhje për zonën e përmbytur në lagjen e vjetër të qytetit përveç se i ka vendosur një shërit ndalimi. Terminali autobusëve, rruga lidhëse mes dy lagjeve dhe disa biznese të kësaj zone vijojnë të jenë nën pushtetin e ujit. Niveli i ujit sa vjen rritet për shkak të rreshjeve të vazhdueshme të shiut që mbajnë mbërthyer vendin që prej së martës. Bashkia e Bulqizës ka dështuar disa herë për zgjidhjen e problemit, ndërsa as mjeti Zjarfikës nuk arriti të largojë ujin nga terminali autobusëve. Bizneset e zonës vijojnë të jenë të penalizuar nga ushtrimi i aktivitetit të tyre ekonomik, ndërsa zgjidhja e vetme që e pushteti vendor në Bulqizë është vendosja e shëritit për të mos lejuar kalimin e automjeteve dhe kombësoreve në zonën e përmbytur. Ndërkohë, prefekti i qarkut Dibër ja lë fajin uljes tektonike të tokës në zonë, e cila sipas tij ka sjell këto pasoja të përmbytjes së terminalit të autobusëve, por edhe rrugës së lidhëse të dy lagjeve të Bulqizës. Është një problematik e shfaqur vitet e fundit si rezultati i uljes tektonike që ka pësuar toka në mes dy qyteteve, pjesës së re dhe të vjetër të Bulqizës. Ajo nga Bashkia e Bulqizës është ndërhyrë vazhdimisht për të thellur kanalin që bën evadimin e ujrave. Ne kemi folur me bordin e kullimit në drejtorinë rajonale të Durrësit, edhe presim nesër të vijë një ekskavator i madh që do bëhet mundur hapjen e kanalit për të bërë një zgjidhje të pjesshme. Gjithsesi duhet një zgjidhje plot, duhet një projekt i tërë, për arsye se është një kanal i madh dhe don investim nga Bashkia, Ministria e Bujqësisë, kush tjetër të mundur. Shpresa e vetme e Bashkisë Bulqizës ka mbetur bordi i kullimit Durrës për t'i dërguar një mjet tip ekskavator me kapacitet të fuqishëm për hapjen e kanalit.